Parashtrimet më të shumta Esmeralda në fakti ka presidenca. Ajo ka bërë një format të gjerë me shumë argumente ligjore dhe juridike përse presidenti shkoi në vendimarrjen e dekretit që shpalli zgjedhjet e pjesëshme vendore për 9 nëntorin duke përfshirë edhe Tiranën. Pika thelbësore mbetet përsërisht parashikimi kushtetues, edhe presidenca ashtu si Këshilli i Ministrave pretendon që Erion Veliaj nuk është shkarkuar në bazë të parashikimeve kushtetuese, por të ligjit të vetë qeverisjes vendore. Madje presidenca shkon edhe më tej në argumentet e saj kur thot që objekti i shurtimit të çështjes së Erion Veliajt nuk duhet të jetë gjykata kushtetuese, por duhet të jetë gjykata administrative, e cila sipas presidencës do të duhet të vendoste ajo nëse shkarkimi i Erion Veliajt ishte i drejtë apo jo. Gjithashtu presidenca le të themi ka ngritur edhe një akuzë ndaj gjykatës kushtetuese me anullimin e dekretit për zgjedhjet e 9 nëntorit, duke thënë që gjykata kushtetuese me vendimarrjen e saj ka vepruar në mënyrë antikushtetuese. Disa urdhra janë lexuar në parashtrimin që presidenca i ka dërguar gjykatës kushtetuese, që nga fakti që duhet të heqë pezullimin për dekretit, duhet të quajë shkarkimin e të drejtë të Erion Veliajt nga Këshilli i Ministrave, madje shkon deri në pikën kur urdhëron gjykatën kushtetuese që të jetë ajo që pasi të vendosin në favor të Këshillit të Ministrave dhe të presidencës të shpallë edhe datën e zgjedhjeve dhe këtë gjë t'ja komunikojë drejt për drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në fakt një kërkesë duket pak absurde, sepse cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese në rast se do të jetë në favor të Këshillit të Ministrave, në fakt do duhet të kemi Esmeralda një dekret të dytë, me botimin e të gjithë arsyetimit ligjor që gjykata kushtetuese duhet të nxjerrë, duhet të shkojë një herë në fletore zyrtare, më pas Këshilli i Ministrave duhet i drejtohet përsëri presidencës dhe presidenca duhet të nxjerrë një dekret të dytë të datës së zgjedhjeve të pritshme ose të papritshme të Tiranës. Megjithatë mbetet për tu parë se si do të zhvillohet seanca e sotme, do të kuptojmë nëse Erion Veliaj do të mbajë qëndrimet të tij politike, nisur kjo nga deklaratat e mëhershme që ka bërë Erion Veliaj që të gjithë largimin dhe shkarkimin e tij nga Bashkia e Tiranës e ka quajtur një veprim plotësisht politik. Do të shohim nëse Erion Veliaj do të artikulojë edhe pretendime politike apo do të mbetemi vetëm në pjesën juridike dhe atë ligjore. Kelida, pra, e para herë kur pritet të merret vendimi? Domethënë është një vendimarrje që do të merret sot apo gjykata pritet të marrë kohë pas parashtrimit të palëve për të marrë një vendim? Dhe më pas duhet pritur dhe zbardhja dhe sa kohë merr gjykata kushtetuese për të bërë një zbardhje, pra për të kalkuluar nëse do të kemi apo jo zgjedhje më pas, sa kohë do të duhet, nëse do të kemi, se nëse s'do të kemi është e mbyllur çështja me njerë, po. E para Esmeralda do të jetë në varësi se sa orë do të zhvillohet seanca e sotme gjyqësore në gjykatën kushtetuese. Pritet që të jetë një seancë e gjatë, por pavarësisht gjatësisë së seancës gjyqësore që do të zhvillohet sot në gjykatën kushtetuese, është e pamundur që trupa gjyqësore të mblidhet, le të themi, në intimitetin e saj, po e quaj kështu, për të bërë edhe vendimarrjen, sepse të gjitha provat, të gjitha deklarimet, të gjitha qëndrimet që do të kenë të treja palët, Këshilli i Ministrave, presidenca dhe pala ankimuese në këtë rast Erion Veliaj do të duhet të shqyrtohen edhe mes antarëve të gjykatës kushtetuese. Ligji e parashikon, kushtetuta e parashikon të paktën deri në një muaj gjykata kushtetuese është në të drejtën e saj për të bërë vendimarrjen përfundimtare. Megjithatë nuk është thënë që kjo vendimarrje do të shkojë në përmbushje të plotë të parashikimit kushtetues brenda një muaj, ajo ndoshta mund të jetë edhe më e shpejtë dhe këtë e them nisur nga fakti që ka vetëm një çështje për të shqyrtuar. Pra jemi në rastin kur diskutohet vetëm një çështje nëse shkarkimi i Erion Veliajt ishte kushtetues nga Këshilli i Ministrave apo nuk ishte kushtetues. Duke parashikuar të tre skenaret, Esmeralda, në rastin e parë, nëse jemi në skenarin që gjykata kushtetuese e gjen të drejtë shkarkimin e Erion Veliajt nga Këshilli i Ministrave, atëherë pritet që data për zgjedhjet e pjesëshme vendore të jetë e shpejtë, nuk besoj se do të ketë vonesa, edhe gjykata kushtetuese në vetvete do të ketë përgjegjësinë për të nxjerrë të gjithë parashtrimin e saj ligjor në mënyrë të shpejtë për ta botuar atë në fletorën zyrtare dhe më pas Këshilli i Ministrave dhe presidenca do të procedojnë për të nxjerrë datën e pjesëshme të zgjedhjeve vendore vetëm për Tiranën. Nëse jemi në skenarin e dytë që gjykata kushtetuese nuk e gjen të drejtë shkarkimin e Erion Veliajt nga Këshilli i Ministrave dhe pranon ankesën e Erion Veliajt që nuk është shkarkuar nga detyra sipas parashikimit kushtetues, atëherë në Tiranë nuk do të ketë zgjedhje, do të presim vitin 2027, atëherë kur do të ketë zgjedhje vendore për të
61 bashkit. Ekziston edhe një skenari të tretë Esmeralda, nëse gjykata kushtetuese mund të themi mund të marrë një vendimarrje të ndërmjetme. Ndoshta mund të jetë që vendimi i gjykatës kushtetuese ta rikthejë çështjen e Erion Veliajt në Këshillin e Ministrave dhe t'i kërkojë Këshillit të Ministrave të bëjë shkarkimin e Erion Veliajt në parashikimin kushtetues. Megjithatë, të tre këto Esmeralda janë skenare, të cilat do duhet të presim vendimarrjen e trupës gjyqësore me relatore Sonila Betjen për të parë cili do të jetë fati Erion Veliajt. Do të vazhdojë të jetë kryetar në detyrë i Bashkisë së Tiranës deri në vitin 2027 apo do të shkarkohet nga kjo detyrë dhe së shpejti do të kemi zgjedhje të pjesshme për Tiranën që me një parashikim të përafërt data më e mundshme dhe e fundit mbetet të jetë pranvera e 2026-s. E kuptoj. Faleminderit për tani. Enkelida, ne do të kthehemi pas pak sërish në lidhje të drejtë për drejtë, pasi do të ndjekim dhe hap pas hapi gjithçka çfarë do të ndodh edhe të rejat që do të vinë nga gjykata kushtetuese. Ne do shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.